Në fshatin Kallamas u zhvillua ceremonia përkujtimore pranë monumentit kushtuar heronjve Maqedonas të luftës së dytë botërore me pjesëmarrjen e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickovski. Të bashkohemi rreth interesave kombëtare, rreth së ardhmes së fëmijëve tanë, rreth respektit për historinë dhe për dinjitetin e popullit. Mund të kemi mendime të ndryshme, bindje të ndryshme, politike dhe këndvështrime të ndryshme, por kur bëhet fjalë për atë dhe unë për interesat kombëtare dhe për të ardhmen e popullit Maqedonas, duhet të jemi bashkë. Mickovski i vlerësoi gjithashtu komunitetin Maqedonas në Shqipëri, duke e cilësuar si pjesë të pandashme të trungut kombëtar Maqedonas. Maqedonasit në Shqipëri janë pjesë e pandashme e trungut kombëtar Maqedonas dhe njëkohësisht qytetar besnik të Shqipërisë. Përkushtimi dhe qëndrueshmëria juaj meritojnë respekt. Ju e ruajtët emrin Maqedonas, gjuhën dhe traditën edhe në kohët më të vështira. Por vizita e tij është shoqëruar me polemika dhe pakënaqësi nga shqiptarët e pranishëm. Në ceremoni është ekzekutuar vetëm himni Maqedonisë së Veriut dhe jo ai shqiptar, dhe po ashtu fjala e tij nuk është përkthyer në shqip.